Kandidati opozitar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Lefter Maliqi akuzon direkt kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, se është koka e krimit që drejtoi masakrën zgjedhore të 11 majit me porositë të Edi Ramës dhe Altin Dumanit. Maliqi i thekson sërish akuzat për manipulimin e zgjedhjeve në Bashkinë Kuçov, ndërimin e kutive, trenin bullgar, fshehjen e formularit të dekriminalizimit, dhomën e fshet në KZZ dhe mbrojtjen e Kreshnik Hajdarit. Celibashi është bashkëpunëtor i masakrës elektorale, por nuk më ka dëgjuar njëri kur e akuzova për manipulimin e zgjedhjeve në Bashkinë Kuçov, ndërimin e kutive, trenin bullgar, fshehjen e formularit të dekriminalizimit, dhomën e fshet në KZZ e krimit në Kuçov, mbrojtjen e Hajdarit Kuçovës, si ky Hajdari ka mbrojtur gjithë hajdarët e rilindjes duke kryer masakrë elektorale në dëm të opozitës dhe demokracisë së vendit. Qetësia e tij tregon dhe fshet krim të madh elektoral. Ndaj tij do reaguar sa më shpejt se është koka e krimit elektoral me porosi të Ramës dhe mbrojtje të Dumanit, akuzon Maliqi. Kujtojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur rinumërimin e votave për qarqet si Tirana, Fieri e pjesërisht Durrësi, procesi i cili nis këtë javë dhe do të zgjasë plot 20 ditë sipas parashikimeve të kryekomisionerit Ilirian Celibashi.